Kemi ardhur te çmimi Best Pop. Për t'i tregu nominimet edhe për ta ndarë çmimin, e ftojmë këngëtaren dhe modelen Gjuli. Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithëve, t'i ndjekim nominimet. Best Pop. Bravo. Kështu që fitues është Adriani dhe Flojan. Më faleminderit shumë. Do të më bini një gaj për bira, nështë isha kon pak më i madh, më i lartë. Shumë faleminderit, definitivisht kënaqësia më e madhe e artistit kur puna e tij ka sukses. Mbaron me sukses, po puna jo nuk ish pas sukses në këtë moment nëse nuk ish ekzistu intermedia. Pra faleminderit shumë të madh. Faleminderit. Për çmimin Best Video, nuk i takon dikujt tjetër për me dal me e dhënë këtë çmim, me i tregu nominimet edhe me dorëzu këtë çmim, përveç se moderatorëve të dy edicioneve të kaluar të Zhurma Show. Ata janë burrë grua Meimi dhe Mirja, i ftojmë në skenë. Shpresoj se keni kaluar mirë deri në këto momente në Zhurma Show 2013, apo jo? Jo dini që nuk flas shumë, përgatituni për një 40 minuta e maj, kështu? Miria ka fol ma herët edhe boll flet të shtëpia. Unë ju përgëzoj edhe ju uroj të gjithëve juve artist që përmbushni të gjitha segmentet artistike këti veni në gjuhën që ju veproni e performoni. E dëgjova më herët Valoni dhe Sasa ju përgëzoj për udhëheqjen. Tha nuk e kuptoj hip-hop. Në realitet Valon edhe unë goxha shtire kuptoj për rapin, me përkthy mas miri ka fillu me rap dhe u bo rap. Edhe kjo hip-hop, unë e kuptoj në gjuhën tonë, masit hipsh, veç banja hop, edhe ke kry. E R&B, këta reperat, kur su mjaftun me rap, R&B e kini patashi step dapa, po kështu, ata ja fillun me ram bam R&B. Unë i përgëzoj, e pashem si kreshen, një super inteligent, e ju pash të gjithve. Mos me zgjat. Ne kemi dalë këtu për të nda çmimin Best Of, më i miri në të gjitha komponentet. Karu! Kush? Nominimet. I presim në nominimet. Best Video. Best Video. Që të fate komune. Për shembull, Adelina Tahiri nuk bën këngë më të bukur të vitit që me ardhë me puthun në një hendë skenë tu. Çmimin Best Of, më i miri në të gjitha komponentet, Best Video, ha? Mos më thuaj. Kjo zemër vetën ti përdo,
Shumë faleminderit pikësparit produksionit edhe spektaklit Zhurma Show që na ka vlerësu projektin ton, videoklipin ton. Si që thash edhe më herët, definitivisht suksesi më i madh i artistit o kur e shef projektin e vet që vlerësohet. Vetëm e di një gjë që çdo artist këtu që është mes neve dhe ato që nuk janë prezent që e ka dhënë maksimumin e vet për projektin e vet. E për atë këtë çmim e kisha nda me çdo artist që o këtu sonte. Shumë faleminderit edhe njerë. Shumë faleminderit Intermedias, Floriani Vogël, një talent që brenda natës i bëri krejt zemrat për vete, definitivisht. Faleminderit shumë ju dua gjithëve. E di që me raglim femna ti. Ha? Atër ne me këtu do e përfundojmë, do e përmbyllim këtë spektakel, sepse Adriani dhe Floriani do të na performojnë këngën fituese. Unë ju falenderoj gjithë juve që keni qenë pjesëmarrës, ju uroj për çmimet gjithë juve, Valon faleminderit në Pitej, për Ziko TV-s, për gjithëve që ishin pjesëmarrës. Duhesh me marru komplet një emision gjithë natën me të sos një parë bateria, kështu që pum duhet me folë me këtë mikrofon. Urime gjithë fituzve, përgëzime edhe organizatorve, edhe gjithë këtu pjesëmarrësit që keni qenë, ju faleminderit shumë e keni begatu edhe keni madhështu këtë mbrëmje sonte, fituz na performojnë. Natën e mirë për të gjithë shikuesit nga televizioni, kurse ne vazhdojmë afterpartin. Afterparti do vazhdoj. Edhe një herë faleminderit për gjithë ju që na mbështetet. Falënderim special shkon për Nagipin, Sofkën dhe Vjoca Llapashticën për fustanin. Natën e mirë. Ju jeni pikërisht edhe fituesit e vitit kalum. Po, e kena knaqësinë sipas ritualit të Zhurma Show këtë vit edhe ta shpërblim fituesin, si fitues vit të edicionit fundit, në vitit 2013. E veçanta këtij vitit është se është edhe 10 vjetori është ditëlindja e Zhurma Show Award. Edhe vërreta, sipas atmosferës, organizimit vërret që është 10 vjetori, edhe më vjen mirë që jena sonte këtu. Florian. Unë si zakonisht shumë pak folë edhe kështë që... Ti ki qe veç femna me puthë, me përqaf. Po so shkeq. Okay. Kaloshit bukur. Kapiteni i klubit futbollistik Gjilani, kurse tjetri është kapiten i klubit futbollistik Drita. Ftoj në skenë Albani Sleni dhe Arfan Latifi. Mirëmbrëma ju serdhe. Përshëndetje. Në një gjithëve, ju vëmë një mbrëmje të këndshme. Veç si që përduket Alban, nuk është si kur na me dalë me hikë para 8.000 vetë dhe edhe me dalë këtu me vonë një shmima. Pak ma ndrysh. Të ndjekim nominimet. Best Dance. Best Dance. Fitus kësaj mbrëmje është Adrian Gaxha.
faleminderit krejve. Shumë faleminderit stafit të Zhurma Show që na dhanë vlerësimin e këtij çmimi të bukur. Ju uroj të keni një natë bukur edhe ne gjithë. Faleminderit. Viola, Violeta dhe Vjollca ftojnë në skenë për të dhënë çmimin Best Song. Viola në këmë dhe pika. Mirë mrama. Bojni kuqezi. Shkujme nominimet. Best Song. Faleminderit për çmimin shumë. Na pe morëm. Se po dukem fort sonte. Shkojmë me Best Song Adrian Goxha! Faleminderit shumë, nuk e prit as pak këtë çmim, sidomos pas çmimit të parë. Normal, po sidoqoftë, te shumë konkurrencë ndërmjet krejt këto hite që ndëgjuat tani në nominim është për një sen i madh edhe lirisht më thonë që këtë çmim e kisha nda me krejt ato hite që i pat aty në nominim. Faleminderit shumë edhe njerë për vlerësimin të Zhurma Show, faleminderit për forcat nga Intermedia që e kanë dhënë maksimumin e vetë për këtë video, por para gjithave normal kënga e ka bot vetën. Faleminderit shumë edhe njerë. Faleminderit për vlerësimin.